të konsolidohen këto shërbimi pedagogjik, psikologjik, edhe periuda e parë e arsimit të mund të hiqen disa lëndë mësimore, edhe të zamesohen me lëndë më edukative, mirë po të një problem betet edhe ajo se në për Evropë shkollat jenë gjithditore, ashtu mësim gjithditor, ndërsa të ne për fat të keq i kemi me ka 2 ndrime, edhe kështu që nuk ka hapësirë për të viju mësimin gjithditor, njësoj si në Evropë, dhe më thanë duhet në për çdo qytet, në për çdo shkollë duhet të investohen, duhet të bëhet investime kapitale. Mendoni që duhet bërë nga 8 deri në 4 sistemi si në Evropë? Patjetër. Ajo është çelësi, do të jetë çelësi i suksesit, sepse këtu të ne edhe kopshti nuk është, në Evropë kopshti është i detyrueshëm. Do të thënë me patjetër. Në rast se edhe këtu bëhet i detyrueshëm me ligj, edhe edukatorët të punojnë me ato nxënës, ndoshta nuk do t'i kemi edhe këto probleme. Përderisa kopshti nuk është i detyrueshëm apo çerdhja, atëherë ne na vijnë nxënës që nuk shumë zort futen në atë rrjedhën e procesit edukativ arsimor,